Përmbyllen punimet për vënien në funksion të urës tip Bejli mbi lumin Devol në Gjinikas, njësia administrative Moglic. Ky investim rikthen normalitetin e lëvizjes për banorët e zonës dhe garanton akses më të sigurt për qarkullimin e mjeteve dhe zhvillimin e aktivitetit ekonomik. Ura u montua nga forcat e Xhenios me një gjatësi prej 15 metrash, ndërsa kapaciteti mbajtës i saj është deri në 40 ton. Sipas burimeve nga Bashkia e Maliqit, kjo urë u vendos për emergjencë nga ana e ushtrisë deri në riparimin përfundimtar të saj, çka është marrë përsipër nga ana e kompanisë Devol Hydropower, e cila është edhe kompania që ka ndërtuar urën që u dëmtua. Kjo urë, e cila ndodhet mbi lumin Devol, të çon drejt fshatrave Gjinikas dhe Osoj, të cilat në periudhën e dimrit kanë një numër shumë të vogël familjesh që jetojnë aty, ndërsa në verë ka mjaft familje që kthehen dhe zona popullohet. Për shkak se zgjidhja përfundimtare është komplekse dhe teknike, kompania Devol Hydropower pritet të nisë në verë punimet për rikonstruksionin e plot të urës së Gjinikasit.